Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Kiara Fili revoltohet me ndjekësit si asnjëherë më parë. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka vendosur të mos hesht më përballë komenteve fyese dhe gjuhës së urrëties që merr në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka bërë një veprim të papritur duke ekspozuar publikisht një nga ndjekësit e saj që i dërgonte mesazhe ofenduese në privat. Nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në Instagram, Kiara ka ndarë bisedat ku ndjekësja ofendonte në përgjigje të videove të ndryshme. Në një rast, pasi moderatorja kishte shpërndarë një thirrje për ndihmë për një person në nevojë, komentuesja ka sulmuar duke i thënë se i ka hyrë vetja në qef. Ndërsa në një tjetër postim ku Kiara tregonte se kishte marrë ndihmë për pastrimin e shtëpisë, e njëjta ndjekëse ka ofenduar me fjalë banale, duke i quajtur baxhell dhe duke akuzuar se thjesht përton. E lodhur nga ky negativiteti pa justifikuar, Kiara ka publikuar jo vetëm mesazhet, por edhe emrin e llogarisë dhe foton e kësaj zonje, duke i bashkangjitur një mesazh të qartë për fenomenin e bullizmit kibernetik. Sa bukur flet zonja e nderuar pasi futet për të sharë njerëz që as nuk i njeh, dhe pastaj kujtojmë pse është bërë kaq toksik rrjeti, ka shkruar Kiara krahas pamjeve të publikuara së fundmi. Ky veprim i moderatores tregon një revoltë të hapur kundër fenomenit shqetësues të gjuhës toksike në rrjet, duke treguar se personazhet publik shpesh përballen me sulme të rënda pa asnjë shkak nga njerëzit tërësisht të panjohur.